filozofia e stoicizmit dhe shprehjet e tyre. Hyrje në stoicizëm. Stoicizmi është një filozofi e lashtë greko-romake që thekson vetkontrollin, qëndrueshmërinë dhe pranimin e fatit si rrugë drejt një jete të lumtur dhe të virtytshme. Kjo shkollë mendimi u themelua në shekullin I para Krishtit nga Zenoni I Kitionit në Athinë dhe u zhvillua më tej nga filozofë të njohur si Seneca, Epikteti dhe Mark Aureli. Stoicizmi përqendrohet në idenë se ne nuk mund të kontrollojmë ngjarjet e jashtme, por mund të kontrollojmë reagimet tona ndaj tyre. Sipas stoikëve, lumturia e vërtet arrihet duke jetuar në përputhje me natyrën dhe me arsyen, duke shmangur emocionet e tepërta dhe duke u përqendruar në gjërat që mund të ndryshojnë. Parimet kryesore të stoicizmit. Stoicizmi bazohet në disa parime kryesore. 1. Dikotomia e kontrollit, dallimi mes gjërave që janë nën kontrollin ton dhe atyre që nuk janë. Jetesa në përputhje me natyrën, përqafimi I arsyes dhe virtytit si rruga më e mirë për të jetuar. Indiferenca ndaj fatit, pranimi I asaj që ndodh pa u shqetësuar për të. Vetkontrolli dhe disiplina, ushtrimi I durimit, qetësisë dhe vendosmërisë përballë sfidave. Virtytet e stoicizmit, urta, guximi, drejtësia dhe maturia si themelet e një jete të mirë. Shprehjet të njohura stoike dhe kuptimi I tyre. Stoicizmi ka prodhuar disa nga citatet më të fuqishme që mbeten të rëndësishme edhe sot. Më poshtë janë disa shprehje të njohura nga filozofët stoik dhe interpretimi I tyre. 1. Nuk janë gjërat që na shqetësojnë, por mendimet tona për ato. Epikteti. Kjo shprehje nënvizon rëndësinë e perceptimit tonë në përballjen me sfida. Nuk është vetë ngjarja që na shkakton vuajtje, por mënyra se si e shohim atë. 2. Lumturia e jetës varet nga cilësia e mendimeve të tua. Marco Aureli. Një kujtesë e fuqishme që mendimet tona ndikojnë në mirëqenien tonë. Duke kultivuar mendime të shëndetshme, ne mund të arrijmë një jetë më të lumtur dhe më të qetë. 3. Nëse dëshiron të mos jesh I frikësuar nga asgjë, mos dëshiro asgjë që varet nga të tjerët. Epikteti. Kjo shprehje flet për rëndësinë e pavarësisë mendore dhe emocionale. Kur bazojmë lumturinë tonë në gjëra që janë jashtë kontrollit tonë, bëhemi të cenueshëm ndaj zhgënjimit. 4. Vështirësitë forcojnë mendjet, ashtu si puna fizike forcon trupin. Seneca. Një koncept I rëndësishëm në stoicizëm është se sfidat janë mundësi për rritje. Çdo vështirësi është një mundësi për të mësuar dhe për t'u bërë më I fortë. 5. Njeriu që guxon të humbasë gjithçka, nuk ka më frikë nga asgjë. Seneca. Kjo shprehje ilustron fuqinë e heqjes dorë nga pasuria materiale dhe nga frika e humbjes. Duke pranuar se gjithçka është e përkohshme, ne bëhemi më të fortë emocionalisht. Stoicizmi në jetën e përditshme. Për të aplikuar stoicizmin në jetën e përditshme, mund të ndjekim këto hapa. 1. Praktikimi I reflektimit të përditshëm. Shkruani mendimet dhe përvojat për të analizuar reagimet tuaja. Meditimi mbi vdekjen, memento mori, kujtoni se jeta është e përkohshme dhe duhet të shfrytëzohet me mençuri. Praktikimi I vetkontrollit, mësoni të kontrolloni emocionet dhe reagimet impulsive. Përqafimi I vështirësive, shikoni sfidat si mundësi për rritje, jo si pengesa. Kultivimi I mirënjohjes, fokusohuni te gjërat që keni, jo te ato që mungojnë. Përfundim. Stoicizmi ofron një rrugë të fuqishme drejt një jete të qetë dhe të qëndrueshme. Duke praktikuar mësimet e tij, mund të ndërtojmë një mentalitet më të fortë dhe të përballojmë sfidat me më shumë qetësi. Shprehjet dhe parimet stoike mbeten një burim frymëzimi për çdo që dëshiron të jetojë një jetë më të ndërgjegjshme dhe më të virtytshme.